Kryeministri Rama ju rikthye sërish çështjes së emigrantëve të paligjshëm dhe kampit të ngritur në Gjadër. Gjatë një interviste me gazetarin italian Bruno Vespa në Rai 3, Rama tha se marrëveshja me Italinë është bllokuar momentalisht, por do të adresohet si problematik deri në qershor në nivel evropian. Mendoj që deri në qershor do të ketë një përgjigje në nivel evropian për të zhbllokuar këtë proces dhe për të dhënë shteteve diskrecionalitetin për vendet e origjinës dhe vendet e sigurta. Rama siguroi se marrëveshja si ajo për Gjadrin është ekskluzivitet vetëm për Italinë. Disa vende kanë eksploruar mundësinë për të punuar me ne dhe për ta përsëritur këtë model, por ne kemi refuzuar, pasi ai është ekskluzivitet i marrëdhënies shumë të veçantë me Italinë. Rama komentoi dhe marrëveshjet e arritura mes dy vendeve në mbledhjen e fundit. Sa u takon marrëveshjes, besoj se ato që kanë të bëjnë me industrinë e mbrojtjes janë shumë të rëndësishme. Ato që kanë të bëjnë me energjinë dhe mbi të gjitha puna për projektin e ri të përbashkët mes Shqipërisë dhe Italisë për të ndërtuar këtë interkoneksionin mes lindjes dhe perëndimit që përfshin Rumaninë, Bullgarinë, Greqinë, Shqipërinë dhe Italinë është shumë e rëndësishme. Më tej janë të rëndësishme edhe projektet e tjera që kanë të bëjnë me sigurinë, luftën kundër trafiqeve, krimit të organizuar, ashtu edhe me mjedisin, apo siç e tha dhe ju me të drejtë, me shëndetësinë. Bisedës nuk mund t'i shpëtonte as diella, për cilën Rama e propozoi Vespën që ta ftojë në emision.